A ju kujtohet tonë kur shteti Kosovës për interesa nacionale, se tash na u ka bo kryeministri edhe me Turq, dikur protestonte kundër tyne, për interesa nacionale 4 shtetas Turq u dërguan në u që krejt lëviza vetë vendose në kam, edhe gjithë ditë marrin konferenca për Shtyp, e marrun në parlament një komision, hetimor, ja paguan 300.000 një njeriu që sot ka rastisë me kon këshilltar. Gabim e ki. Këshilltar i Albin Kurtit, e dikur bashkëpunëtor më i ngatë se që duhet e gabim e ki krejt, po këtu lejtë në parlament. Dhe të gja, dhe e patë ndëtëru edhe presidentin, sepse ka respektu institucionet, me shku edhe me raportu atë. Që ka tentu qeverit e atesh me med dërbuk e Kosovës. Unë e kom përfasu. A kanë mujtë krerëve tu që kësë shërbe me bo? A kanë mujtë me ndërtu një komision të tjilë hetimor nëse janë të këshkel drejtat e njeriut në hapë? Nuk e kam boton, se këta Ti shumir që i vot deputet, se besoj që i zane sot vot deputet që veç kanë shujt parlamentin e Kosovës, e kur gjës kanë bo asë për gjykatën speciale, asë për kur gjëheq. Nacionali tjera. Dhe kjo është mendësi, është e njëjta mendësi. Ministria jashtme tomë, nëse sot gazetarët ja dërgojnë për shpenzimet e familjeve, jo të krerëve tu që kësë familjeve, që kanë dërgu qërapë, për mes postë, sepse është parashit në regulore dhe në legjë. Dëgjo, mrena 5 minutave t'i ofron të gjitha dhonat. Kërkoja një hargjimet e prindon Sadriut. Në gjithë shkon, ja pagun shtetit edhe 15.000 euro edhe nuk i qetë shpenzimet. Pra për kësi institucionin apo flasim që me demek e kam mbrojt ushtë qëmtarë dhe kërërës u që kësë. Edhe një element tjetër. Liri me shpegoj shumë mirë dhe s'po du me hitë të unë është tash ti si deputeti zidhën i parlamentit edhe si deputet, edhe si deputet e gjithë këtë qëto ku me bo qa levizave vendose nuk i ka bo veç me një gjatë tjetër, tash kena me ekspozu tash le të ekspozohen, le të shohim kush është me gjykatë speciale, kush nuk është edhe në nënshkrimet që si jepen këta të levizave të vendose ku me publiku tomë, le të shohin njerëzit apo dojnë me shku dhe në fund, a nuk po dojnë me shku dhe në fund. Okej, lëvizja vetë vendose si mas teje, e pas ka votu gjykatën speciale dhe pas ka kriju gjykatën speciale. Nuk ka votu këndër gjykatën speciale, nuk ka votu këndër. Nuk pëndërprejnë punën e gjykatën speciale. Lëvizja vetë vendose nuk ka votu këndër. Unë nuk ka votu këndër. Lëvizja vetë vendose ka dollë pisolës, ku ka votu në shqyqizimin e gjykatën speciale. Ka dollë pisolës, ka dollë ka votu. Para se me dalë prej salës, veç qas që ka shkull mikrofonin Jakub Krasniqin, veç qas që ka shkull mikrofonin Jakub Krasniqin, edhe tjere, edhe ka pas protesta në mrena salës gjykimit, besoj që ke qenë edhe te, që qenë edhe nasi maraskinave të unë e bodhi fort jam, pas mund me përgjesh me 3 rejtë për një herë. Ti merë të vjallë të ati, i që të në kryetë merë do të ati. Artanit për thëmë një herë, Artan, a ja u din emnat e që ty në 82 deputetve që kanë votu gjykatën speciale me 3 gusht vitit 2015. Edhe që kanë bërë marrëveshje ndërkombëtare, se bërë marrëveshje ndërkombëtare. A ja u din emnat, a janë ata shumica shqiptar, apo në hanar ku me ditë prej kohë. Ata janë shumica shqiptar përveç listës sërbe. E nëse dikush ka pri që lista sërbe e dirigjume prej Vučićit nuk e veton gjykatën speciale, atëra i tjesht nuk ka qenë mirë me men. Jo, po të ma jam dinena. Sa herët të vajtën gjykatën speciale. Jo, më tapë një këshilë. Po tapë një këshilë si deputet i Kuvendit Republikës Kosovës. Sa herët të vajtën gjykatën speciale. Që është një kancer i Kosovës. Veç për më dëgju. Sa herët të vajtën gjykatën speciale. Që është një kancer i Kosovës. Gjithmonë përmenja o emne që ty në 82 deputetve që kanë votu, nësë jam në vjose, nësë jam e këtë dush, që kanë votu gjykatën speciale, përveç liste sërbe që ka të dëshëru. Përmenja o emne që aty, a di pse? Se një pjesë përmenja dhe ata që se kanë votu. Edhe aty në si të votu përmenja. Se kjo dëshyra përmenja edhe këta që në dalë prej solës. Qatë moment që dikush mena që mundet me ndërhyn punën e gjykatës speciale, jetë veç deklarata politike si ti që i bëjbën, për shkak që në votaton njërë figurative. Edhe Hashim Thaçi, edhe Kadri Veseli, edhe Recep Selimi, edhe Jakub Krasniqi, mi këthy në postët që i kanë pas, mi këthy ndesh
mas 3 gushtit vitit 2015 me 4 gusht vitit